në media të tjera se si ajo ka përshkruar pak a shumë se si është përkthyer e gjithë kjo emergjencë apo rrethane re emergjence tek qytetarët. Nigela, të përshëndes edhe të falenderoj që jeme ne mbrëmjen e sotme. Ndërkohë ti jeton në Gjermani, përveç se një qytetare je dhe gazetare dhe ke mundësinë që të përkthesh edhe për qytetarët shqiptar se si është perceptuar ky lajm apo ky draft i ri sigurie i Bashkimit Evropian. Të gjithë europianët kanë filluar, e kanë marrë seriozisht, kanë filluar të bëjnë paketa për emergjenca mbijetese për 72 orë, janë vërteta ato pamjet që kanë filluar të pastrohen bunkerët edhe për çdo lloj rasti ata të dinë ku do të shkojnë në raste sulmesh, ma përshkruaj ti atmosferën. Në fakt, pjesa e pastrimit dhe organizimit bunkerëve ka nisur që në 2022-shin, ndërkohë Gjermania ndjesin ose për kujdesin në lidhje me sigurinë e qytetarëve ka patur gjithmonë. Në fakt, në 10 vite që unë jam këtu, çdo vit është bërë një test për sirenat në rast rreziku, fatkeqësie ose ndonjë lufte. Megjithatë, kohët e fundit, me gjithë këto ndryshime globale, nëse mund them kështu, Gjermania ka marrë më seriozisht dhe me natyrisht dhe me ndryshimin në ligj dhe kalimin të një super buxheti për riarmatim ose për armatim më sakt, Gjermania praktikisht ka treguar seriozitet në lidhje me sigurinë e qytetarëve të saj. Nuk mund të flasim dhe duhet jemi pak të kujdesshëm me këto terma që përdorim, se ndonjëherë dhe shkarazi mund të krijojnë panik. Në fakt, bëhet fjalë për qenë të përgatitur. E gjitha kjo ka nisur më së shumti me ardhjen e presidentit Trump se nuk e shkëpusim dot dhe kanë konteksti gjeopolitik. Pa diskutim. Do flasi për këtë më mirë edhe ekspertja. Pa diskutim. Nuk e shkëpusim dot dhe në momentin e ardhjes së presidentit Trump dhe me nuk janë marrëdhënia e Gjermanisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është ditët e saj më të mira, duhet ta themi këtë gjë. Dhe jo vetëm e Gjermanisë, por në fakt e gjithë Europës dhe e gjitha kjo ka bërë që Bashkimi Evropian të ndjejë nevojën për të riformatuar, për të armatosur dhe për ta marrë seriozisht. Pra është shumë e rëndësishme përgatitja ushtarake. Unë dëshiroj shumë edhe uroj që ajo do t'jetë pjesa e fundit, do t'jetë gjëja më e fundit që mund të bëjë Bashkimi Evropian, pra lufta. Po si do qoftë, protokollet janë protokolle dhe pjesën e marrëdhënieve me diplomaci dhe me gjithçka tjetër. Megjithatë nuk i dihet asnjëherë. Dhe gjithë kjo përgatitje në fakt nuk është thjesht vetëm për luftën, është edhe për fatkeqësitë natyrore. Megjithatë, nuk mendoj që ka vend për panik, sesa ka vend për të qenë gati. Jemi midis dy. Është një moment decisiv në politikën pan-evropiane dhe pan-globale në fakt, që Evropa duhet të tregojë përgjegjësi dhe siguri për mbrojtjen e qytetarëve të saj. Më ka bërë shumë përshtypje një gjatë debatit me presidentin Zelenski, presidenti Trump e tha shumë bukur. Ne jemi, tha, neve në ndan një oqeani bukur, tha, me Rusin, ndërkohë që ju e keni shumë afër. Dhe kjo ishte në një kuptim, një thirrje që ju duhet filloni të bëheni gati. Ndërkohë Amerika ka filluar të heqë dhe mbrojtjen. Për shembull, Evropa nuk ka probleme, ju e thatë të cekë dhe më lart, ka probleme me